Hej qika, deshta mi e thonë diçka. Nëse një mashkull ta hub vetbesimin, atëherë ai nuk ka njeri i duhur për ty. Për çfarëdo arsye, nuk është njeri i duhur për ty. Mas pari duhem mu mësu me dash veten për me mujt me dash dikën tjetër. Një person që dën, ka me ta shtu vlerën. Një person që dën, ka me të bu shpirtin edhe ty me lulzu. Nëse ndodhe kundërta, ik, se nuk është personi yt. E nuk do më thonë që ti nuk ja vlen, ose nuk i mjaftueshëm, thjesht nuk është personi yt, nuk është qajo që qaj person ka nevojë. Edhe je okay, nuk ki nevojë mi dëshmu kërkuj kur gjo. Në momentin kur ti mësohesh me dash veten dhe qatë dashni që ty të mungon, një jep vetet mas pari, ti ki mu mësu çka është për ty dhe çka s'është për ty. Ki mu mësu edhe qysh me dash partnerin, ki mu mësu edhe qysh me lulzu në vend që mu bo obsesionu me ndaj dikuj. Këto qapi i shojmë kohët e fundit janë me të mërzit, nuk janë për musha. Ajo qik në Big Brother nuk është për musha, ajo nuk din me arsyetu në këto momente se nuk është stabile. Për këtë arsye duhem me kon pak ma të arsyeshëm edhe mu mundu me ndimu në vend që veç me jep mendime, se dikush që nuk është stabil nuk mundet me arsyetu çka do që ti mundesh me e këshillu. Kështu që ti me të vetë dishëm ma shumë edhe ti kuptojmë gjana që është duhet edhe të mundohemi me jep vetit sa ma shumë dashni që me mujt me kuptu që ti veç me faktin që ki lind meriton më koni dashtën.